الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë, falje, udhëtim kërkojmë. Përshëndetje, salavat, dua gjithherë i adërgëm të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve e tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, pas temës që folëm për vëllazërinë në Islam, që është shumë e rëndësishme, tema e kaluar, që Allah Azza wa Jall neve na ka emërtuar në Kur'an vëllazër. Pra të gjithë muslimanët janë vëllazër. Po ashtu edhe porosia e Muhammedit a.s. është wa kunu ibadullahi ikhwana, dhe bëhuni rob të Allahut duke qenë vëllazër. Dhe inshallah ato këshilla që i kemi përmendur në gjëratat e kaluara, inshallah nuk i harrojmë dhe gjithherë jemi vëllazër në mes veti. Kurse tema e re që sot pason apo vijon, do të flasim për ruajtjen e amanetit. Çka do të thotë spari amanet? Që është e njohur edhe ky term në gjuhën tonë me rujt amanetin apo amanet e kumlan. Allah Azza wa Jall për amanetin ka fol edhe në Kur'an, edhe ka fol edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fjalën apo termin amanet, kur e përkthejnë në gjuhën shqipe, don të thot besnikëri. Po don të thot edhe më shumë se sa besnikëri. Pra çdo sen që Allah Azza wa Jall neve na ka obligue në këtë jetë, duke fillu prej vetvetes, prej familjes, prej shoqërisë, ato amanete që Allah Azza wa Jall na i ka tregue, në të gjitha duhet mi rujt edhe mi mbrojt edhe mi zbatue dhe mos me thije besën, mos me prish besën e amanetit. Është shumë interesant Allah Azza wa Jall çka flet në një ajet të Kuranit për amanetin. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-jibal wal-ardi wal-jibal. Çka thot Allah Azza wa Jall? Ne thët ua afruam amanetin, obligimet tona qieve, tokës edhe maleve, kodrave. Dhe me thonë qëtë amanet që na e kemi, qëtë obligime që na sot i zbatojna, apo mundohme mi zbatu, apo nuk i zbatojna, Allah Azza wa Jall mas pari ua ka paracit, ua ka afrue qieve, tokës edhe kodrave. Fe bejna jahmilneha. Që toka dhe kodrat kanë refuzue këtë amanet. Nuk e kanë pranu. Fe shfaqne minha. Pse janë friksue. Janë friksue se sonë zbatojnë amanetin. E kush e bëri pastaj, kush e mur këtë amanet mbi supet e tij? Thot pastaj njeriu e mori përsi për këtë amanet. Edhe ishte valuma në gjehula, edhe bëri shumë pa drejtësi ndaj vetës së tij, edhe ishte i pavetëdijshëm se çfarë amaneti ka marrë mbi supët e tij. Çfarë bese ka marrë mbi supët e tij, pra qielli refuzoi. Toka refuzoi, kodrat refuzun dhe i thanë ja Rab, kena frikë na me barë këtë amanet. S'mujna me quen vend, s'mujna me zbatu. E kush e mori? E mori njeriu. Na që të njerëzit që jemi.
Njeriu e mori përsi për mi krije amanetet, obligimet e Allahu dhul Gjelal, dhe Allah thot innehu kane dhaluman jahula, edhe vërtet njeriu ishte që bëri shumë pa drejtësi dhe i pavetdijshëm se çfarë amaneti ka marrë mbi supet e tij. Allahu na përmirësoft, Allahu na falt, Allah na mësoft që mi zbatu amanetet e tij, mi qua në vend amanetet e Allahu dhul Gjelal. Prej dobive që e ka kjo temë, apo që e ka ruajtja, zbatimi i amanetit, është që kur njeriu është në besnik, e ruan amanetin, Allah Azza wa Jalla ka premtuar që ka me shpëtuar këtë botë, edhe ka me shpërblyen botën tjetër. Allah thot në Kur'an, qad aflaha al-mu'minun, vërtetët kanë shpëtuar besimtarët. Edhe qëllimi i jetës tonë që na jetojmë në këtë botë është me shpëtu, mu kënaq, me pas sukses, edhe me fitua xhenetin. Pra nëse e ki arrit shpëtimin e Allahut Azza wa Jall në këtë botë, e ki arrit edhe kënaqësinë, e ki arrit edhe suksesin, e ki arrit edhe xhenetin, dhe për këtë na jetojna me shkuën në xhenet. Jetojna me bopën të mira, jetojna me kon të lumtur, edhe me shkua me fitu xhenetin. Gjithë herë ku përmend shpesh, kanë herë duhet më ndalë dhe me mendu. Pse unë jam të jetu? Pse unë jam të bo mirë? Pse unë edhe po kam vështërsi kur bëj mirë? Pse unë jam të largu për të këqijave? Edhe nuk po është letë më largu për të këqijave. Pse? Më koni lumtur. Më koni kënaqur me Allahun Azza wa Jall. Me fitua shpëtimin Allahut Azza wa Jall këtë botë, edhe me fitua xhenetin. Qad aflaha al-mu'minun, vërtet kanë shpëtua besimtarët. Cilët Allah Azza wa Jall i cek cilësitë e tyre, që janë të mirë, dhe një prej tyreve se walladhina li amanatihim wa ahdihim ra'un, dhe të cilët amanetet i ruajnë edhe nuk e fien besën e tyre. Një prej cilësive të cilët kanë shpëtuar këta besimtarë këtë botë dhe kanë me fituar botën tjetër, të cilët i ruajnë amanetet e tyre dhe nuk e fien besën, e zbatojnë premtimin e tyre. Çfarë problemi kanë? Ulaike humul warithun, ata thot janë trashëgimtarët. Çka kanë me trashëguar botën tjetër? Kanë me trashëguar xhenetin Firdaus, edhe kanë me qenë atje për gjithmonë. Pra një prej shkaqeve që Allah Azza wa Jall të shpëton, të bën të lumtur në këtë botë, edhe të bën me fituar xhenetin Firdaus. Dhe thonë se nam, kur ta kërkon e xhenetin, kërkon e Firdausin. Pse? Sa është mesi i xhenetit edhe lartësia e xhenetit. Pra, xheneti më i lartë, pra dhe ato besimtarë të cilët e kanë këtë cilësi, duke rujt amanetin e tyre, duke quat besën e vend, duke mos e thi, Allah Azza wa Jall kam i bërë që me fitu e xhenetin Firdaus në botën tjetër. Dë prej dobive tjera që Allah Azza wa Jall ka bëu kush e ruan amanetin, amaneti është cilësi e njerëzve më të lartë. Cilësi e pejgamberëve. Pra pejgamberët kanë qenë njerëzit më besnik dhe na duhet ta ndjekim rrugën e tyre. Çka thot Muhamedi alayhis salam? Inni lakum rasulun amin. O ju njerëz, vërtetet unë jam njeriu, pejgamberi që Allah Azza wa Jall të dërguar, më ka dërguar besnik. Pra këto janë njerëzit e drejt, pejgamberët, njerëzit më të lartë që e kanë pas këtë cilësi. Njëherë Muhamedi alayhis salam ishte duke bën një bamirësi. Edhe herë një malsor që ishin në atë kohë vrazhët, malsorët që jetoshin shkretir. Edhe kapi këto për belje dhe po i thot, o ti pejgamber, doj drejt, bënë besnik. Muhamedi alayhis salam u ndal të këshire dhe po buzëqesh pak. Nëse tha nëse one nuk jam i drejt, nëse one nuk jam besnik, kush ka më konë që tërkush besnik? Pra mendoni,
Nëse unë thë s'jam besnik, pejgamberi Allah, nëse unë nuk jam I drejt, ku kam bet mo drejtësia dhe besnikëria, pra cilësie pejgamberve, edhe Muhammed sallam ishte se ishte njerë besnik, edhe para se marë pejgamber, epitetin e kishte El Emin, njeriu besnik, dhe shumë me rëndësi të kaluarën me pas të mirë. Shumë me rëndësi është të kaluarën me pas të mirë. Se asenam s'kishin mundësi qish me akuzue, po t'ishte konë rëndës, po mos ta kishte rujt amanetin, kishin me thonë qish ti po thuje pejgamber, a mone e dina që je konë rëndës, dhe kjo është vërtetue, ty ke qenë trastar, ja e dishen, qish me akuzu, që edhe në kohën e ignorancës para islamike, epitetin e kishte El Emin, ky njeri është në besnik, dhe më interesante. Qka është? Edhe njerëzit që nuk I kanë besu disa idhujtar mushrik, se ndë që I kanë pas me vlerë, kanë shku dhe I kanë lënë të Muhamedi a.s. me arujt. Se e kanë ditë që ki nuk I trafton edhe është besnik edhe I runë. Pra shikone, qka dënë të thëtë cilësia, që të jesh besnik të arujsh amanetin, kja cilësia pejgamberëve. Por atë Abu Sufjani, kohën kur ishte ende idhujtar, edhe shkoj tek romakët, edhe u takue me mbretin e romakëve Heraklion, dhe po I thot që të na ka da një njeri që është I familjes ton, edhe po të ndonë sa është pejgamber. Heraklio, mbreti romakëve, kishte ndëgjue, e dike se qka dënë të thot pejgamberia. Mirë të tonë e po të pysë diçka, qka ju obligon e njeri? Thot na thirë me besu Allahun Zotin një, me falë namazin, mirë, thot të regom, a traston, thot ja, nuk traston. Dhe më thonë edhe pse ishte kundështare Abu Sufjani, këtu e thatë vërtetën, kjo të regon burnin e ti, edhe pse ishte idhujtar, e thatë vërtetën, jo tha, nuk traston. Unë tha, po të regoj, se me këtë cilësi që ti po I thue, ajo është pejgamber. Edhe une që tu ku jam tash ku po mshe, sundimi I ti ka më arrit që tu. Edhe vërtet pas një kohë, perandoria e Bizantit të romakëve, edhe persianëve ranë dorën e muslimanëve. Pse? Me besnikëri, jo me trasti, ma atë që Allah Zogjeli ka bë, muslimanët duke rujt amanetin. Pra muslimanët duke qenë besnik dhe duke rujt amanetin, arritën që me sundue dhe mirëzue di perandori më të mëdha, perandorinë e romakëve dhe të persianëve. Dobi tjetër që e ka rujtja e amanetit, ka të bëj me besimin ton, ka të bëj me imanin, që na jena besimtar. Do gjene se që ka thënë se nam, ella ukhbirukum bil mu'min, a do në mi u tregu se kush është besimtar, që na kiti thina vetës besimtar. A do në thët mi u tregu se kush është besimtar, thët besimtar është aj prej të cilit njerëzit janë të sigurt në pasurinë e tyre edhe në veten e tyre. Kësët është besimtar, prej të cilit njerëzit janë të sigurt për pasurinë e tyre edhe për veten e tyre. Po ashtu Allah Zogjel çështjen e besimit e ka ndërlidh shumë me çështjen e amanetit, me çështjen e besnikërisë. Thonë se nam la iman lehu, thot nuk ka iman, nuk ka besim ai I cili nuk e ruan amanetin. S'ka iman, s'ka besim ai I cili e traston amanetin. Po ashtu thot nuk ka fe, nuk ka din ai I cili thot e thyen besën, e prish besën, e prish premtimin, s'ka din dhe s'ka iman ai I cili nuk e ruan amanetin edhe e prish besën, premtimin e dhanë. Kështu ka thonë Muhamedi alayhi salam, edhe na duhet të ndjekmi rrugën e pejgamberëve. Po ashtu dobi tjetër që ka emaneti, që na si musliman duhet të ruajmë emanetin. Çka thot Muhamedi salam? Thot nëse 4 gjëra I ka besimtari,
mos të merakoset nëse ik dunjaja, apo qa ka në dunja. Apo thot nëse 4 gjëra i ka besimtari, ashtën sa këtë dunjaja dhe qka ka në ta, cëlla është e para për tyre. Hifdhu emane, cilësien e parë që e ka e ruan amanetin. Ashtë besnik ndaj amanetit, wasit hadith, edhe në fjalë ashtë i vërtet, nuk gënjen, wa husnu halika, edhe ashtë me sjellje të mirë, wa ifetun tame, edhe ushqimin e ka me dignitet, ushqimin e ka halal. Pra nëse 4 gjara që të i ke, mos u ban merak për dunjan. Janë sa dunjaja edhe më të mëdhoja se sa dunjaja e para, e ruan amanetin. Nuk e traston amanetin. Je i vërtet në fjalë, nuk gënjen, sjelljen e kitë mirë, ushqimin e ki që e ha halal, dije që mos më rakos nëse diçka të ka kaluar nga dunjaja, se kjo e ka vlerën më shumë se sa dunjaja, edhe çka ka në dunja. Allah na përmirësoft të gjithëve. Po ashtu, ajo që është shumë e rëndësishme dhe e dobishme që ka emaneti, ata të cilët janë besnik, janë përgjegjës. Vetëm besnikët duhet të jenë përgjegjës. Shikoni sa interesant Allah Zogjel na tregon disa shembuj në Kur'an, edhe në kohën se si ka ndodhur kohën e Muhamedit alayhis salam. Një rrafim që kemi treguar edhe më herët këtu vetëm po e ceki si dobi. Kohën e Musës alayhis salam, pasi që ishte i vetmuar ikur nga faraoni nga Egjipti dhe shkoi në Medjen, tregimi i gjatë, shkurt unë vetëm po e ceki dobin. Edhe aty kur shkoi në Medjen, një tokë e panjohur, i pa disa njerëz që po i bin kafshët me dhon ujë, edhe i pa di vajza duke prit. Tha ju pse pritni? Tha na e kemi baban, është i vjetër dhe s'ka mundësi me na ndihmue derisa të kalojnë burrat, pastaj thot na i japmi ujë deleve tona. Mirë. Dhe problemi ishte atë rasën me lëviz, atë një grumbull njerëz nuk mushin me lëviz. Musa alayhis salam me lëvizi vetë, se ishte i fortë. Allah Zogjel i dha fuqi. Edhe këta di vajza i treguan babait të tyre Shajbit se çka ndodhe me ta, shkoni tha edhe ma thirrni. Edhe Musa alayhis salam kur po shkon me ta të shtëpia e tyre, tha ju esni mbrapa, unë eci para juve. Edhe më tregoni me shenjë se ka është rruga, se nuk e di shtëpinë e juve. Pra, se on pejgamberi Allahut nuk takon që me ec pas grave dhe me shiku gratë pas. Unë eci para juve, ju më tregoni me shenjë se ka është rruga. Edhe kur shkon tek shtëpia, njëra prej vajzave të saj, kur e pa besnikërinë e tij, frikën e tij, se si ke njeri e ruan veten e tij, tha o baba jon, të këshillojna pasi që ki paska me vet, me morë në punë, me morë punëtor, familjen tonë, për shkak se punëtori më i mirë është ai i cili është i fortë edhe është besnik. Se e pam që ishte i fortë edhe ishte besnik, për shkak se ki nuk pranoj me ecë me neve zbashku. Nuk pranoj që me ecë pas neve, mirë po tha one eci para jush, ju ma tregoni rrugën, kjo dëmë të thëtë se ki njeri është në besnik. Allah Zogjel në i bje këtë shembuj, se si duhet të jemi besnik, po ashtu kohën e Abu Bekrit, dhe me këtë për përfundoj, pasi që lindi ideja në kohën e Abu Bekrit që Kur'anin me bon në një vend, që ishte i shka përderdhur, në për vendet të ndryshme, me të bue me bon në një vend, edhe shkun të Zeid ibn Thabit, dhe i than, ti e një djalosh i ri, që e ki shkrujt Kur'anin kohën e Muhammedit a.s. dhe na tash të autorizojmë që ti duhesh me në ndihmue me të bue, për shkak thot se ti je besnik. E dina që ti je besnik, dhe Imam Buhariu në librin e tij që ka shujt hadithe mas shumti, e ban një kapitull duke thënë, thot ai i cili shkruan duhet të jetë besnik edhe duhet të jetë i mençur. Pra jo çdo kujna i takon me shkrujt. Pa tjetër duhet mi pas të dy cilësi, më kanë besnik edhe më kanë i mençur.
Se ka mundësi më konë besnik, po s'është i mençur, edhe s'den me shujt gabon. Po ka mundësi që është i mençur, po anë tradhtar, shkruan keq, e devijon të vërtetën, e lakon të vërtetën, e prish historinë, Allah na ruaj. Pra patjetër, ai i cili shkruan duhet të jetë besnik dhe duhet të jetë i mençur. Allah na përmirësoft të gjithëve. Inshallah vazhdojna prapë me këtë temë, duke fol për ruajtjen e amanetit. E kuli kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum.